Dje në orën 17 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një grua 43 vjeçare nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 15:30 në shtëpinë e tyre familjare pas një zënke paraprake, bashkëshorti i saj 55 vjeçar e ka kërcënuar. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojë para shtresa përkatëse. Dje në orën 15:30 në departamentin për punë të brendshme Gosivar, SHZ 52 vjeç nga fshati Dobërdoll i Gosivarit ka denoncuar se rreth orës 12:30 në tregun e qytetit në Gosivar, pas një zënke paraprake, është sulmuar fizikisht nga 4 persona, po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje në orën 12:50 në njësim policore Rostush, personi MM, 53 vjeç nga fshati Velebërd e Dibrës, ka denoncuar se rreth orës 12:40 në fshatin Rostush, pas një zënke paraprake, është sulmuar fizikisht nga MF, 52 vjeç nga fshati Trebisht. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojë para shtresa përkatëse. Mbrëm pas mesnate në stacionin policor në Gosivar, VM, 33 vjeç nga fshati Zdunje Gosivarit, ka denoncuar se është larguar nga shtëpia nëna e tij, HA, 53 vjeçe, nga fshati Raven i Gosivarit, po ndërmerren masa për zgjetjen e personit.